Në vitin 2018, numri i vrasjeve qëndroi pothuajse i njëjtë me atë të 2017-s. Në vitin që lëm pas në vend u regjistruan 51 vrasje, vetëm një më pak se viti paraardhës. Por krahasuar me 2016-ën, numri i krimeve kundër jetës me pasoja fatale është ulur me 28%, pasi në atë vit u regjistruan plot 71 vrasje. Ndërkohë gjatë 2018-s në aksidentet rrugore që ndodhen në të gjithë vendin, humbën jetën 212 persona. Nga të dhënat krahasuar me vitin 2017 në rrugët e vendit, rezulton të kenë humbur jetën 11 persona më pak. Sipas analizave të policisë rrugore, krahasuar me 2016-ën, rezultojnë 57 të vdekur më pak në aksidente, kjo edhe për shkak të rritjes gjithnjëje më shumë të ndërgjegjësimit për përdorimin e rripit të sigurimit pas ashpërsimit të gjobës 2 vite më parë. Ndërkohë nga analizat e brendshme të policisë rezulton se për 2018-ën problem mbetën vjedhjet e banesave dhe bizneseve.